Në ditën e alfabetit shqiptar më 22 nëntor në qytetin e Kukësit u zhvillua promovimi i librit me kujtime dhe refleksione Jeta ime, libri i 8 me radhë i 87 vjeçarit Uk Sinani, një prej figurave më të njohura në shumë fusha të jetës në Kukës dhe më gjerë. Në një ceremoni të ngrohtë dhe të mbushur me respekt për figurën e Uk Sinanit, ambasadori i paqes, morën pjesë autoritete vendore të Bashkisë Kukës, kolegë dhe miq të shumtë që kanë punuar shumë vite me të, personalitete të artit dhe kulturës, si edhe familjar, miq e bashkohës, të cilët ndanë kujtime të çmuara dhe vlerësime për rolin e tij në fusha të ndryshme, si dhe për karakterin e tij të rradh. Redaktori i librit është Baudin Murati, bashkëpunëtor i ngushtë i Uk Sinanit. Një pjesë nga parathënia e librit e shkruar prej tij u lexua nga vajza e tij, Arta Murati. Duke i uruar edhe në emrin e babait tim, Baudin Murati, por edhe në emrin tim personalisht, profesor Lukës, jetë sa më të gjatë dhe të lumtur dhe të veçëri të mbarë, edhe sa më shumë libra dhe krijimtari, suksese dhe urime për këtë botim të mrekullueshëm të monografisë së jetës së tij të jashtëzakonshme. Uroj që kjo krijimtari dhe botimet e tij të nderohen jo vetëm në bibliotekën e qytetit Kukësit, por edhe në kurrikulumet e shkollave mjeditarshme, pse jo, si një vlerë e jashtëzakonshme e një njeriu erudit. Vlerësime për librin dhe për figurën e Uk Sinanit dhanë edhe bashkëpunëtor dhe ish drejtues të pushtetit dëntor para viteve 90, si Muharrem Mezini, profesor doktor Muhamet Bela dhe Hasan Hameti. Është një botim që ka të bëjë me shkrimin e jetës së tij. Dhe është mjaft përshtypëlënës, për arsye se ai përshkruan në mënyrë të saktë gjithë jetën e tij në mënyrë lakonike, trajton vështirësitë për të shkolluar, e fillon me shumë vështirësi shkollën, pas shkollës fillore vjen me vështirësi në Kukës, ku kryen studimin 7 vjeçar, pastaj ka kryer shkollën e mesme profesionale, edhe një ekonomist i Zotit, njëkohësisht ka vazhduar studimet e larta. Ka si person, si e njohur, më bën përshtypje se është arrit jetë me shumë sakrifica, nëna e tij është Laja Rexhepi, një personalitet që ka kontribu bashkë me vllajën e vet në luftë kundër italianëve dhe është vjen nga një familje me tradita shumë patriotike. Unë i uroj gjithë mirat Ukës, si njeri serioz, njeri i përkushtuar, njeri që ka mishruar cilësitë më të mira të një qytetari kuksian, po jo vetëm. Ai është i angazhuar edhe në aspektin kombëtar, qoftë në veprimtari të tilla, qoftë për pajtimin e gjaçeve dhe veprimtari të tjera shoqërore, dhe kontributi i tij është jashtëzakonisht pozitiv. Me këtë edukat ka rritë dhe fëmijët e tij, të cilët besoj që kanë shpërblyer me dinjitet. Me këtë rast, duke qenë i pranishëm këtu në këtë eveniment, i uroj mbar popullit të Kukësit, gjithë atyre me të cilët kanë punuar, suksese dhe mbarësi në jetë. Sot po marrim pjesë në një promovim libri, një personi dhe mund të jetë një personaliteti për rrethin e Kukësit, një veterani, si që është Uk Sinani. Uk Sinani, i cili në emrin e parë të fëminisë ishte qenë quajtur Hayreddin Sinani. Në librin e tij, në përgjithësi përshkruhet jeta e tij, përshkruhet aktiviteti i tij, bashkëpunëtorët e tij gjatë gjithë kohës dhe gjithë periudhave. Dhe kushdo që ta lexojë në këtë punë e shikon si një diçka të zakonshme. Mund ta mendoje sepse ka fol për jetën, për aktivitetin, për familjarët e për tjerë. Por unë do të thoja edhe këtë, që nuk është thjesht një jetë personale. Nëpërmjet jetës tij, aktivitetit tij, Uk Sinani paraqet transformimet e mëdha të gjitha asaj kohe dhe të periudhave ku ka qenë edhe ku kemi rrit deri ditën e sotme. Prandaj mendoj që ky libër ka edhe një vlerë shoqërore për të perceptuar se si ka qenë jeta, si kanë zhvilluar ndryshimet dhe se si kemi arrit deri këtu. Ai megjithëse në moshë të thyer, një veteran, është një njeri aktiv. Unë kam pas fatin që të punoj disa vite, mbi 10 vite në bashkëpunim këtu në Komitetin Ekzekutiv, kur ai ishte drejtor banke. Pastaj e kemi ngarkuar me detyra të ndryshme në drejtimet e ekonomive bujqësore, në ndërmarrje bujqësore, në kooperativa bujqësore të tjerë, dhe ka një vlerë të veçantë për faktin sepse është njeriu më eksakt sa kam njohur unë. Ndonë sa ai kishte arsimin e mesëm profesional, ekonomik, kishte edhe përgatitjen tjetër teorike në
atë shkollën e filozofisë, por mbi të gjitha ishte një njeri shumë korrekt, shumë i moralshëm, shumë i ndershëm për këtë punë, dhe këto janë vlerat e veçanta që na bëjnë edhe ne sot që jemi krenar, që kemi bashkëpunuar, kemi jetuar me ta, dhe prandaj edhe kemi marrë pjesë në këtë aktivitet për ta vlerësuar e për ta nderuar e për ta përshëndetur. Se po nga këtë energji Uksinani të drejtën nuk e di. Truri njeriu është i motori makinës. Motori makinës po nuk i futet vaj, fillon të nxehet dhe fiket. Për Uksinanin vaj është libri, është leximi, është shkrimi, i cili nuk e lën për të nxehur, po për të fikur kur. Ky libër, për mendimin tim, është ndryshe nga librat e tjerë. Në fund të çdo faqe nuk ka literaturë, nuk ka burime arshivore, nuk ka burime shkencore. Është ndryshe krejtësisht nga librat e tjerë, që mua më bën shumë përshtypje. Literatura për Uksinanin gjatë gjithë jetës së tij ka qenë ditari, i cili në shumë prej nesh na ka munguar. I pranishëm në promovim ishte edhe nënkryetari i Bashkisë Kukës, Avdullah Domi. Uksinani ngjelet një ndër intelektualët e mirëfillt të Bashkisë Kukësit, një profesionist i mirë në pjesën financiare ku ka punuar për vite të tëra, një prind shembullor, një njeri aktiv, fisnik, një njeri që ka punuar edhe në fushën e pajtimit gjaqeve apo si antar i Komitetit Veteranëve të Luftës, një qytetar model i cili do të thoja me plot gojën që është ndër më të mirat dhe do të marrë si shembull që ne të kemi sa më shumë njerëz të tillë. Vetë gjatësia e Ukës, po edhe premtaria që po jep vazhdimisht edhe në fushën e krimtarisë, tregon se akoma është aktiv dhe ka çfarë të jap Kukësit. E shikoj në shumë dimensione figurën e Uksinanit dhe mendoj se promovimi i këtij libri 8 është një vlerë shtuar edhe për Ukën si personalitet i joni. Uroj që të ketë shumë shëndet, lumturi dhe të kemi sa më shumë qytetarë të këtij formati në Kukësin tonë të bukur. Emocione të veçanta për të pranishmit të solli mbesa e Uksinanit Ledi Leshi. Kam zgjedhur sot që të sjell një moment shumë të lumtur për gjyshin edhe për ne, festimin e 80 vjetorit të gjyshit. Përveç se dini, gjyshi vetëm ky herë një ka festuar ditëlindjen. Kur bëri 45 vjeç, që e detyruan kolegët e punës për punonte tek Banka e Shtetit, edhe 80 vjetorin që e detyruan ne pra ja bëjmë surprizë. Prandaj do të ndaj këtë moment me juve. Me datën një korrik të vitit 2018, gjyshi ishte në punë gjithë ditën, si gjithmonë domethënë. Dhe ne gjatë asaj kohe po bënim surprizë, po organizonim vendin, kishim shtruar një drejt, kishin ardhur gjithë një prej mbesat, kishin bashkuar gjithë familja, ku kam domethënë. Vëllai jon Desmiri iku dhe e mori me makinë dhe e sjellin në shtëpinë. Para derës i doli Laja, siç e dini që ka emrin e nën Lajes, dhe i doli me një tort që kishte aty ja uruan ditëlindjen, u ulëm dhe festuam dhe kaluam shumë bukur. Një fjalë përshëndetëse nga familja Leshi mbajti edhe Glevis Leshi. Faleminderit Lauk që gjithmonë jep kontributin tanë në librat e tu shumë të shuara. Dhe unë do e nisja kështu se gjithmonë artistët dhe shkrimtarët Zoti i merr me të mirë, sepse në një farë mënyrë i bën të pavdekshëm, dhe sepse lejnë gjurmë me artin edhe kontributin e tyre. Dhe Lauk, ti do t'jesh i pavdekshëm të gjithë ne, me librat dhe me penën tane dhe të uroj shumë suksese. Për gjithçka. Ndërsa pronari i Hotel Amerika, ku u mbajtë promovimi, Musli Leshi ndau momente jetësore të Uksinanit, duke e përshkruar atë si një ndër njerëzit më të nderuar të fisit Leshi. Unë kam një kënaqësi të veçantë që flas për Uksinanin. Uksinani në farë fisin ton, në familjen ton, është njeriu sot për sot më i çmuar. Është njeriu sot për sot që ka vlera të pazëvendësueshme. Njeri si Uksinani, që e njeh nga afër, këtë lloj personi, fol vetëm fjalë pa çmueshme, nuk kanë paguar muhabetet e këtij, llafet e këtij, organizimin e këtij, kontributin e këtij që ka bën për familjen e Lesheve në Kolç. Uksinani
për mua si muslim është njëri i pazvendësueshëm. Ka një organizim në këtë fisin tonë të dasmave, të vakive, i lihen gjanat përsipër. Është njëri që nuk në ndërson kërkan, është njëri që kontribon për kado, është njëri që vetëm fisi jonë i ka po të mirën këtij lloji personi. Prandaj edhe unë si muslim e uroj një pleqni të marë, një libër, në vazhdim edhe librave të tjerë, që pasojë sa më shumë punën e katunit të Kolçit, ose të Tuksinanit, ose të farafisëve tonë të Kolçit. Në këtë libër biografik, autori UK Sinani trajton jetën, veprën dhe kontributin e tij në ndërmarrje të ndryshme shtetërore, si dhe në Bankën e Shtetit, si dhe ndikimin e tij të pakursyer tek brezat. Sot kam vrumulluar disa shokë e shoqe për të bërë promovimin e librit tim Jeta ime, histori e përvojë, kujtime dhe refleksione. E bëra këtë libër për shkak se tani unë jam i moshës tretë. Kam plotësuar 87 vjet dhe kam filluar për 88-ën. Jam bërë stërgjysh, fat të cilin nuk e ka kushdo. Gjithashtu kam 72 vjet punë, 38 nga këto në shtet dhe 34 në sektorin privat. Duke pas parasysh moshën, jetëgjatësinë e punës, unë jam dëshmitar i disa ngjarjeve në rrethin tonë, të cilat jam mundu t'i pasiroj realisht, ashtu si që ka ndodhur, në kohën që ka ndodhur, me personazh dhe si kanë përfunduar. Unë kam punue në ndërmarrje shtetërore, kam punuar në kooperativat bujësore, kam punuar edhe në kooperativën bujësore FAN, atje ku nxirri buka me thë e me dham, për vetë kushtet e vështira të terrenit që kishte. Kam punuar në ndërmarrje të ndryshme shtetërore, gjithashtu edhe në aparatin e partisë të pushtetit dhe në Bankën e Shtetit për një kohë të gjatë. Këto që thatë juve janë përfshi gjithë në libër, këto që thatë? Unë në libër kam përfshi të gjitha vendet e punës, të gjitha detyrat, të gjitha funksionet që kam pas dhe rezultatet që kam pas në punë. Bile, kam pasirue edhe vlerësime që më janë ba qoftë nga digasteret qendrore, ashtu edhe nga digasteret lokale. Me daljen pension, unë jam aktivizue me detyra shoqërore. Kështu jam aktivizue me Komitetin e Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare si pasardhës dhe jam përpjek që të jem gjithnjë në vit të parë në mbrojtje të vlerave të shenjta të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Gjithashtu jam aktivizue edhe si misionar pajtimesh. Bile nga 2008 e këtej, unë drejtoj Komisionin e Pajtimit Qarkut Kukës. Promovimi që u drejtua nga aktori kuksian Qazim Velia dëshmoi se vepra Jeta ime dhe vetë autori UK Sinani mbetet të gjallë në kujtesën e komunitetit dhe të brezave të fisit të tij, të cilët ai i ka formuar me urtësi dhe përkushtim.